Përshëndetje të nderuar teleshikues të ekranit të televizionit Fox News dhe uroj mirëseardhje në emisionin e titulluar Folk në Tradit. Sonte kam nderin të kem të ftuar në emisionin Folk në Tradit një këngëtar të njohur, të mirënjohur, të performues të skenës, natyrisht edhe të diasporës, por më shumë se këngëtar edhe një instrumentist i njohur në Treven nga Vjen si lahutar i asaj zone, për vetë instrumentin lahut që përdor, një instrument mjaft i vjetër dhe mjaft i kërkuar dhe mjaft i preferuar në të gjithë Treven e asaj zone, dhe me gjerë në mbar shqiptarin. Duke shprehur kënaqësinë për pjesëmarrjen në emisionin ton, i uroj mirëseardhjen artistit të mirënjohur Gjon Kosteri. Mirë se u gjeta në emisionin tuaj Folk Tradit dhe mirë se erdhe në studion ton muzikore etnografike Besa Shosh. Po, Gjon, është një kënaqësi që dëgjoj fjalën mirë se erdhe në studion ton, sepse studio flet më shumë për një këngëtar, për një instrumentist, për një performues të skenës si jeni ju dhe një admirues të këngëve të tuaja brenda dhe në diasporë. Së pari, Gjon, tashmë për publikun, pyetje e parë, kush jeni dhe nga vini? Unë jam Gjon Kosteri nga Shoshi, edhe du më thënë jam lind dhe rrit edhe ba 50 vjeqën në Shosh, edhe masanej edhe kena emigrua edhe era këthyë për sëri. Jam mësue, jam edukue me frymën e patriotizmit, por në veçanti me frymën e muzikës nga të partë e mi, kryesisht nga vllai i madh që quhet Noi dhe ka kanë këngëtar shumë i mirë, edhe nga instrumentisti tjetër që quhet Ze vllai i dytë. Dhe në moshën 6 vjeç, 7 vjeç kam kënuar me grupet e shkollave 8 vjeçare të asaj kohe dhe kam vazhduar deri me gjitha aktivitetet që ka pas ish kooperativa bujqësore e asaj kohe, deri në konkurim për Gjirokastër, por në Gjirokastër nuk shkoshim dot sepse edhe çështje biografijet. Megjithatë, në konkurimin e zonave të kooperativave bujqësore në festat lokale që organizohet në Shkodra, ishim pjesëmarrës me grupin e Shtëpisë Kulturës Shosh. Pra të nderuar teleshikues, artisti flet vetë për jetën dhe karrierën e tij artistike, por unë doja t'ju pyetja që kur ka nis rrugtimi artistik mosha, paçka se ju përmendet edhe vllajin. Dua të di, Gjon, moshën kur ju keni dalë në skenë për herën e parë, nëse ju kujtohet që të rikthehemi pak më herët kujtesës. Në skenë kam dalë me konkurimin e shkollave në Shosh, ishim 12 vjeç atëherë dhe kena në vendlinje. Por që kena dalë në skenë në teatrin Migjenin, kina ma punëtorë në Shkodrës, është mas jam liru për ju shtrijet. Atëherë jam ba pjesë e grupeve. Rrugtimi ju e artistik, dhe vim pak më vonë gjë këtu, dua që të më kujtoni ata fazat e para të daljes në skenë, nësë ju kujtohet, ju keni dalë me instrument apo me këngë? Jo, unë kom dalë edhe me instrument edhe me këngë, po me instrument më shoqërohet e vllau, ma shumë. Po mirë, një pyetje pak më ngacmuese për artistin. A ishte instrumenti ai që ju mësoi këngën, apo ishte kënga ai që ju mësoi instrumentin? Pra, kë keni performuar më përpara? Ishte kënga që më mësoi instrumentin, sepse kam një histori pak të veçantë. Unë kishim në shtëpi një lahut dhe një çiftelije. Pra, të theksojmë, një lahut dhe një çiftelije. Ato dy vegla muzikore i disponoshin dhe i menaxhoshin vllai i madh lahutën dhe vllai i dytë çiftelinë. Dhe natyrisht i prekshe me leje ata, sepse me leje edhe me leje jo ashtu po kanë ata prezent, sepse nuk guxohem dhe kurrëherë nuk i mësova as mirë me urasa urashin vllai i madh lahus dhe vllai i dytë çiftelisë. Pra të nderuar teleshikues, fjala i prekshi me leje instrumentin është një fanatizëm që ruajt instrumenti, sepse instrumenti është vërtet ka vlera të veçanta dhe instrumenti është ai që shoqëron këngëtarin. Pra, fjala i prekshi me leje do të thotë që aq i shtrenjtë është instrumenti për këngëtarin, sa që edhe për ta prekur duhej leje. Gjon të përgëzoj për këtë fjalë shumë melankolike, shumë domethënë se kjo fjalë, por kjo që thua është shtepër vërtet. Aty rikthehemi bisedës, atëherë ishte kënga që ju mësoi instrumentin. Cili ishte instrumenti juaj më i preferuar? Natyrisht ata janë bashkë, po çiftelia është më e lehtë, çiftelia është. Atë mësove çiftelin përpara, ushtrove mësimin çiftelin.
Dhe vazhdova atër me konkurua me individe dhe me grupin e Shtëpisë Kulturës Shosh dhe erdhi demokracia dhe siç shumë gjëra tjera u fjetën ose u heshtën ose për pa mundësia ashtu, edhe ne u bëm familjar, u bëm me probleme, u desh me lëviz, nuk u morë me shumë deri para 5-6 vitesh me për mundësi është në edhe ekonomike, por edhe mundësi nga matë ndryshme, por para 4-5 vjeç, po bën 6-7 vjet, në një aktivitet ishte komunës, organizuam një aktivitet kulturor në komunë dhe u bashkuam detyrimisht gjithë shokët e grupit që i kishim qyshën në një me gjithë dhe demonstruam një program shumë artistik dhe aty ajo piknisje ishte frymëzim i shumë i fortë, një shtytje fuqishme për të krijuar grupin artistik me emrin shumë domethënë Zbesa Shosh. Ju prezantuat në fillim dhe ishte kënaqësi kur më the urojmë mirëseardhjen në këtë studio. Këtu do rikthehemi pak më vonë, që të metemi më pak tek rrugimi juaj artistik. Ju keni një vlerë tjetër të shtuar sepse njiheni si lahutar në atë treva po në atë ku përfaqësoni nga Shoshajt, pra nga Bini, pra një zonë mjaft me vlera qoftë atë dhe dashurie qoftë patriotike, por edhe në sensin e muzikës, të kultivimit dhe trashëgimit të vlerave kulturore artistike të asaj zone e më gjerë. Sepse nga zona juaj dhe në diaspor shikojmë që mlidhen edhe me emërtesën Sofra e Dugagjinit, Besa e Shoshit, që këta dhe në trev, pra po trashëgohet dhe po pasqyrohet. Ama zënafillën dhe rënjët i ka këtu, të kjo studa që thua mirë se erdhët në këtë studio. Dhe unë është kënaqësi që unë performoj sonte me një artist si ju, por në këtë studie, ku është zënafilla e këtij kultivimi dhe këtij rrugtimi artistik edhe të këngëtarëve të tjerë. Dua t'ju bëj një pyetje në këtë studio dhe në këtë grup artistik, ju çfarë pozicioni apo çfarë performance keni në këtë studio? Tani unë jam udhëheqës artistik i grupit i shoqërisë kulturore artistike Besa Shosh. Në këtë studio që po shihni dhe po janë jashtëzakonisht vlera materiale shpirtërore që flasin vetë. Dhe kjo shoqëri nuk ka dal nga hiçi, por jena trashëgues të këngëtarëve nga matë me zonë Shqipërisë, siç është lahutari Mira Shnou, që është i veçantë në trojë shqiptare. Jena trashëgues të këngës me Akrajt, të cilët kena dy vëllezër edhe më herë shumë vëllezër Tom dhe Gegzefi që kanë frymëzim model për këngën me Akrahu. Kena lahutar edhe pjesëtar të grupit tonë siç është Kolxhon Çesma, që për shumë arsye nuk është në gjendje shkëndetësore të na shoqërojë në çdo aktivitet. Dhe kemi siç thash edhe këngëtarin Bylbylin të mirënjohurin Gjevalin Shani, i cili njihet edhe jashtë kufive shtetëror Shqipërisë për këngët dhe për interpretimin e këngës natyrisht të Trevës Severiut dhe sidomos të Trevës tuaj. Kemi shok veçantë siç është Nua Fusha, që është moshatar me mua dhe është ka një nga këngëtarët më të mirë që ka pa shoshi, më zamël, më i prezent në muzikën, në interpretimin, në çiftelinë, instrumentet tjerë. Kena edhe këngëtar më të ri siç është Zhelosh Fusha. Thomë për kryetarin Nos Fusha i fletën veti, sepse ai është shtysa kryesore që kena rritë dhe këtu dhe në sajt të tij dhe pasionit dhe investimit të tij është gjithçka po shehni ju. Unë doja të ta bëje këtë pyetje, po ti ma nxore në pa vetë vlerat e këtij, se doja të thoja kush është iniciatori dhe me çfarë po kuptoj unë gjatë investimit tuaj, iniciatori i krijimit të kësaj studio apo të këtyre vlerave që pasqyrojnë vetveten, por edhe kulturën, traditën nga të asaj treve të Shoshit të Dukagjinit, me fjalë është këngëtari, artisti më njohur Ndoc Fusha. Po e përshëndesim zotin Ndoc për këta vlera që ka sjell duke performuar një studio, por duke mbajtur rreth kësaj studie edhe këngëtarët e asaj treve dhe duke mbajtur këngëtarët të bashkuar, natyrisht mban kulturën, mban traditën, rritet tradicionale, zakonore të asaj treve, shpirtin patriotik, por edhe folklorik e kulturor. Natyrisht një përshëndetje veçantë për këngëtarin artistin më njohur Ndoc Fusha, për vetë këta shkat cilat pasqyrohen mbas
në sfotin e kësaj skene në këtë emision e titulluar Folk në Tradit. Natyrisht këngëtari dhe artisti, natyrisht si Gjon Kosteri, duhet në zakonin tonë popullor i thamim duhet një natë dimri apo një ditë vere për të intervistuar një artist, por unë dua që duke ju thënë se ju e një lahutar me zi pres që ta ndigjoj një këngë me lahut edhe për qetësinë e teleshikuesit se dhe teleshikuesi pret për t'ju rikthyer intervistës tonë këtu ku jeni. Faleminderit, me gjithqef, unë sot do të nga ana tematike një këngë me lahut është aktuale, temës nga ana letrare, është e kohës që i ka nga dhimbshme për vellinjen. Ndërsa lahut është e lashtë, do më thani ju kena përshtat një tekst aktual që është interpretuar me lahut. Faleminderit. Me shumë kënaqësi, pra, për këngëtarin Gjon Kosteri. me un alcote po veç me un musho me
Zemra ju këndoft, i nderuar zotë Gjan. Faleminderit. Mund të ma japësh pak lahutën? Pa diskutim. E pra të nderuar teleshikues, jo me kot quhet lahuta e malësisë. Në mes gjithë vargjeve, ndaj dy vargje preksi. Kush nuk mbjell, as kush nuk vjell, kush nuk të pret dhe kush së përcjell. Janë vargje se ndoshta edhe fjala nga njëherë nuk del siç duhet të dali. Kjo është ajo plag për të cilën atë dheu ka më shumë se kur nevojë. Ti rikthehemi traditës, ti rikthehemi vendlindjes. Veti në vendlindje do gjem aty ku flitet shqip, aty ku të parët tanë sakrifikuan jetën për mbrojtjen e këtyre trojeve. Të falenderoj përzemërsisht dhe uroj të trashëgohet në breza dhe ti ta mbash me ndere lavdi dhe kënga juaj Jehoft. Faleminderit se respekte. Natyrisht mos na e largoj lahutën se besoj që ndoshta do ta kemi mundësi, do ta kesh ti mundësinë, por ne do ta kërkojmë që ta marrësh prapa atë lahut. Atëherë gjon për ti tyre emocioneve që na përcolle. Natyrisht ti rikthehemi bisedës tek studio dhe tek ky rreth që jeni. Si është mirëpritur kjo kerimi i kësaj studie nga këngëtarët e asaj treve dhe sa e kanë gjetur veten ata këngëtarë këtu, tashmë si udhëheqës artistik i grupit Besa dhe Shosh. Tani grupi jonë është i hapur për gjithë shoshjan kudo që nolën se ka dhe artistat e tjerë që janë të paafruar për pamundësitë e tyre, jo për ambientin sepse venin dhe ngrohtësinë e gjejnë kur do që të vinë çdo kohë, në çdo periudhë mund të vinë me interpretua dhe me demonstrua vlerat e tyre çdo artist i Shoshit, se edhe të tjerë vinë, por ne një grup, një shoqëri kulturore që jena krijuar për të ruajtur vlerat tradicionale të Shoshit, edhe kombëtare, por gjithsesi bërthama është në Shosh. Natyrisht duke ruajtur vlerat tradicionale të krahinës që ju përfaqësoni, natyrisht to janë më gjerë sepse nuk janë vlera vetëm për Shoshin, vetëm për Shkodrën, por janë vlera për mbar shqiptarinë, janë vlera kombëtare, sepse vlerat kombëtare janë pasuri dhe thesare të një kombi nga ku buron shpirti sakrifikues për dhe dashuri për liri, sepse për këta troje, për të arritur këtu, për t'i trashëguar, është derdhur gjak në për luftra. Tani unë jam shumë krenar që i përkas zonës Shoshit, sepse është një fis më të ladishëm Shqipërisë dhe historia e luftrave dhe trashëgimia kulturore është e pakrahasueshme me askën. Ne po i shedhe vete vlerat që janë këtu dhe kemi krijuar një bagazh këngësh, interpretimesh nga më të ndryshme që fillon nga kënga Maja Krahut, bile ne kemi, do të thëmë diçka, nështë nuk e di e të preja shumë, po do të thëmë diçka, para një javët, një miki imi, është rreth 80 vjeç dhe më nalë rrugë dhe më thot, jam du me pi kafe me ty dhe thëmë, po mirë, shumë mirë, e ashtë thot, unë do të la amanet një gjanë. Thot, kur të vdes do të me bësh një gjanë burrash. Do të la amanet, tha? Një gjanë. Kur të vdes do të më bësh një gjanë burra me grupin artistik të burrave Besa Shosh. Për ta sqaruar pak më shumë për teleshikuesin, gjama e burrave është një rit tradicional që e bëjnë vetëm burrat e zonës, natyrisht në rast hidhrimi faktikisht, por është diçka e veçantë, natyrshëm nga trevat e tjera. Dhe artisti Gjon e sjell këtu dhe unë kam kënaqësinë që ta sqaroje pak më gjatë se si është organizimi apo ajo mënyra se si zhvillohet kjo. Dhe unë i thëmë, fjala mërtë nuk ba, tilzen e punë kryme, flaj i qetë, edhe në qosë unë do vdes, do t'ja la një antarit grupit, që kur vdes ti me emen, dvine të bajnë grupi Besa Shosh një gjanë burrar. Këtë e thëmë, sepse ne demonstrojmë këngën Maja Krahut, këngën a kapelo si grup, gjamën e burrave që është një pasaport identiteti i lashësisë kulturë shqiptare. Demonstrojmë këngën me lahut, këngën me çifteli, folklor të moderuar,
demonstrojmë dhe këngën qytetare Shkodrani Gjakovarit tëna, pse është grup i kompletuar me gjitha vlerat interpretative të muzikës në Shqipëri. Është grup i kompletuar, është shumë fjalë e madhe ta ndigjosh nga një artist, sepse kur dëgjon fjalën është grup i kompletuar, është një shpirt kompakt i artistëve të cilët e ruajnë këtë vlerë, gjë të cilën është i shembull frymëzimi për të gjithë artistët, për të gjithë ata që ruajnë dhe kultivojnë traditën tradicionale të mirëfillt shqiptare. Dhe më shumë se kjo studio nuk flet askush për këtë traditë. Ne shpresojmë që grupin tënd një ditë ta kemi prezent, të paktën me ata mundësi pjesëmarrjes, se natyrisht Kurbeti ka bot veten, sepse edhe emisioni Folk në Traditë që kur është krijuar, motoja e emisionit Folk në Traditë është të kthejmë kokën nga kemi ardhur, që ta dimë se ku do të vemi. Dhe nëse ne nuk e kthejmë kokën nga kemi ardhur, nëse ne nuk i marrim nga këta artistë vlera që po ruhen, që po kultivohen, dhe po mundohemi t'i trashëgojmë gjë që do të trashëgohet se shpirti patriotik i shqiptarit nuk vdes kurrë, do të thotë që ne të arrijmë dhe ta njohim veten dhe këta troje të mbeten zot i shqiptarëve dhe i shqiptarisë. Megjithëse faleminderit shumë, jeni të mirëpritur, jeni të mirë se ardhur për të bashkuar grupin ton, edhe unë e Noci do të mundona t'i bashkojmë shok ton, edhe të realizoni edhe me grupin ton një emision për ju, është edhe për ne kënaqësi. Me që kujtoj në një emision të Folk në Traditë, ka qenë edhe i nderuar i artistin Ndoc Fusha, ka qenë ajo që është një premtim i marrë, sepse një ditë të ta mbledh grupin. Dhe kur bëjnë dy premtime, qoftë nga ai drejtuesi juaj, por dhe nga udhëheci artistik si krahu i djathtë i tij, shpresoj që do ta realizojmë këtë mirë. Mos e dy shofare, sepse edhe me hi keq po t'i ftojmë shokët vinë. Jo, në fjalë. Jo, si është kënaqësia, jo. Fjala e shqiptarit nuk i shohet, por më shumë një malsori tradicional i këndës. Është vlerë dhe kënaqësi edhe për ne. Të falenderoj përzemërsisht edhe për atë që na premton, por edhe për atë që dëshiron që ne të mbledhemi ditë së bashku. Atëherë në repertorin tuaj ka shumë këngë. Ju më thatë që kisha edhe Çiftelin, pak më herët, por edhe Lahutën. Po ishte frika për t'i prek. Çiftelin e prek edhe e mësove. Një pyetje më pak melankolike. E prek e mësova, po je mirë, kurrë nuk e mësova sa këta shok tjerë këtu, edhe kur knej më shumë për të kanë shumë i sigurt e më shoqërojnë këta shokët. Po, tani shokët nuk kemi ku i marrim. Jo, unë e kam. Me Çifteli kam dëshirën ta dëgjoj pak zërin. Po, një këngë me Çifteli, unë sot, duhet i kënej një legjende të fisit të shoshit, Marashtuci quhet, ai ka vdek në Saraj Shkodrës për mik. I kanë prej mikun edhe ka dhënë edhe jetën për të, nuk o kthye më e djali 10 vjeç. Për ta sqaruar pak më mirë, një mik i cili jep jetën për hir të besës, për hir të burrnisë që ka patur dhe për hir të zakoneve që miku ishte më i shtrenjtë se asgjë, sepse përmes mikut ishte besa ajo që jepet mikut. Dhe me në përvargjet e këngës që do të na sjellë artisti Gjon Kosteri, do të dalë dhe historia e kësaj këngë dhe e kësaj fjale që flet. Të falenderoj atëherë, vetëm se Çiftelin ju presim të merrni. Pastan motit se si marashtu si shoshit, e ndjerë miku në flok për flok, e me I kuplet s'nis ka pak. Në Sarajt Shkodrës, ky dragu e kush ma preu mikun muë, pasha besën, jo nuk
baba besenore, për me i ruj si qeli bari, si tradit që patë shqiptari. Mi këto male, kum lale, ka fjala besme, shonë sa jeta, kështu kaken për jetë mot, bes të burit e të malit zot. Po i vjen pushka, s'po i del gjaku, një mom zot mos me u korite, kavra pashën dhe zaptite. Rët rozafa, tarabushit me t'permik shqip, po nja shoshit, pisket zana, majni maje, nis la huta kange vaje. Trojet mija stërgjëshore, m'kalan baba besenore, për me i ruj si qeli bari, si tradit që patë shqiptari. Mi këto male, kum lale, ka fjala besme, shonë sa jeta, kështu kaken për jetë mot, bes të burit e të malit zot. Besenore, marashtuci me t'legend, brez mas brezi me u përmende. Mi këto male, kum lale, ka fjala besme, shonë sa jeta, si pishtar do shtris gjithmon, krenaria e kovitone. Si pishtar do shtris gjithmon, krenaria e kovitone. Zemra ju këndoft. Faleminderit. Pra, këto janë vargje që burojnë nga artisti për vetë shpirtin patriotik, të patriotizmit të cilët kanë dhënë për këtë tokë deri gjën më të kushtueshme jetën e tyre. Kush është pengu juaj në rrugtimin tuaj artistik? Pengu jam në rrugtimin artistik është periudha të cilën nuk kena marrë me artin dhe me këngën, sepse është kohë e humbur, domethënë që kena pjesën më të mirë të jetës nuk e kena pas mundësinë më marrë, domethënë me artin. Megjithatë, është ruajt edhe në përkohën që s'ne marrëm, është ruajt i fjetun pasioni në memoria dhe në trupin tim, por erdhi koha, faleminderit Zotit, që u bashkuam me shokët nga zona jonë dhe krijuam këtë shoqëri kulturore që besoj se edhe kur ne nuk do të jemi, kjo do të vazhdojë dhe është vlerë e jashtëzakonshme dhe është pasuri e madhe edhe për zonën, edhe për Krahinin, edhe për kombin tonë, vlerat të cilat përçojmë ne. Pra, artisti thot, është jetë e pa jetuar, në thojza, nëse kalon një kohë pa u marrë me artin, me këngën, me instrumentin, me vlerat e këtyre që pasojnë, ose po tregojnë ta qoftë instrumenti, qoftë kënga, qoftë vallja. Po unë njek në sin tjetër që këtë peng, si të thuash që ti e quan, dhe është vërtet një peng për artistin, po mundohesh ta kompensosh duke ju shtruar tërësisht artit dhe brezdat që vinë,
me këta vlera që poruani dhe kultivoni, përçoni një mesazh tek breziri që mos e lini pasionin, mos e lini këngën ju artistat, sepse tek ju artistat është vlera dhe thesare të paqmuara të kombit shqiptar, që dalin në palë nëpërmjet këngës, nëpërmjet vallës, nëpërmjet kostumeve kombëtare, nëpërmjet natyrisht pasqyrimit të historisë, nëpërmjet tekstshkruesit, por nëpërmjet të përcjelljes së këtyre, nëpërmjet telave të çiftelisë, nëpërmjet lahutës malësisë, siç e kanë quajtur dhe do ta quajmë, se me lahutën është kënduar edhe me lot në sy. Po ama trimave të cilët ja kanë kushtuar këtë jetë. Dhe janë vlerat pakrahasueshme, të paqmueshme këta që vinë nëpërmjet emisionit Fol Tradit, por nëpërmjet të tyre artistave që ne i kemi përballë, si Gjon Kosteri e të tjerë, dhe premtimi që gjoni sapo ja morëm që do të sjellim edhe një grup artistik që të pasqyrojë ata vlera, ndoshta jo kompakta sa janë për vetë kushteve që janë, sepse kurbeti, siç e kemi thënë dhe do ta shprehim, është plagë e pashërueshme, por këta e kanë gjetë mundësinë t'i thonë jo kurbetit, t'i themi jemi ne të vendlindjes dhe ne do t'i pasqyrojmë ta dhe do mblidhemi dhe t'i kultivojmë në brezat, që brezat, fjalën që sapo tha i nderuar artisti jon Gjon Kosteri, që tha quaj kot humbur atë pjesë që unë vërtet natyrisht për hallet ekonomike, jo se nuk ka desh të merret apo e ka në vlerësuar, por sot ndjen një si pishmang, më thoi zan vetveti që pse s'ka marr, por me që e kompenson, me që po e trashëgon dhe po na e kultivon dhe tek brezat pasardhës përmjet këtyre që ti po përcjell, prap ne do ta quajmë se ti je i rinuar në mes të rinuarve, të cilët duan të kenë përmes këtij grupi dhe përmes kësaj studio të mrekullueshme që me vetë këta vlera që shikojmë flet vetë studio. Çdo send apo çdo çifteli apo çdo lahut, tu është një legjend në veti në këtë studio. Unë do të kisha dëshirën që të gjithë kontribuesve kryesor, drejtuesit kryesor, siç e shpreha edhe më parë, por edhe të gjithë atyre që ju mbështesin, të t'ju uroj vetëm shëndet e jetë, mbarësi e lumturi dhe këta vlera kur mos shterrofshin, por u trashëgofshin dhe u kultivofshin në brezat që vinë. Duke filluar nga ju që e kultivoni dhe të gjithë ata që këta vlerat kalojnë dorë në dorë, që këta kontribute të mbeten thesare të tonat. Zoti të nderoft. Kjo është këtë. Tani unë kam edhe një diçka, pishman, nështë diçka që unë pavarësisht se kam jetuar në një zonë shumë malore, jam admirues edhe jam pasionant shumë i këngës qytetare, sidomos këngës gjakovare dhe këngës Shkodrës. Në ato kohë na kanë kënë, nuk e di këta shokët e mi i majnë me kanë kënë një radio Adriatik, po ishin të mira ato radjet, dhe unë kishëm ba me rrëpë dhe kur e që atë radin e futëshëm në gjokës të nezën gjithmonë dhe radio televizioni Prishtinë, radio Prishtina, punot e shumë mirë në zona tona. Dhe jam rritë me këngë qytetare sidomos të Kosovës. Unë për këtë kam edhe ba një këngë me orkestrim, këngë qytetare, por teksti është i imi e muzika, ndërsa orkestrimi është i nderuarit Luan Degistanit që e kam shumë për zemër. Pra, kur thojmë rritë me këngët gjakovare, ti e rritë me këngët e Shqipërisë madhe. Po, duke i një gjuar, se unë sem kanë orkestruar, se duke i një gjuar, duke kënduar me këngëtar, me Qamilin i vogël, me Luan Hajren, me Esad Bicuri që ishte idhulli jem, ka kanë Esad Bicuri, e të tjere. Sa do doja të pyetja kush ka qenë idhulli dhe ti sa po e zbulove? Idhulli ka kanë Esad Bicuri, kryesisht. Ato kur kënoshëm me to, si kur u rritëshëm. Pra kur të vinte... A ishte atje në studio, po unë e shoqëroshëm. Kur të vinte zëri Esad Bicurit në atë radion e vogël që ti mbaje, ti ishe pranë Esad Bicurit. Absolutisht. Është diçka metaforike shumë që ndoshta edhe emocioni është i papërshkruar, por për një artist, pra, me një shpirt artisti të rrit me frymën e një artisti, po ama kultivuesi këtyre vlerave. Tani, nëse me që ti që ngerritur me ata dhe
më shumë tash për kënaqësinë tonë, po edhe për të tuajnë si artist që na shpalosni një këngë të atyre trevave në këtë emision Folk në Tradit. Me shumë kënaqësi dhe faleminderit që më japi këtë mundësi. Titulli i këngës është Erdhi vera, që është këngë lirike, këngë për zonat tona, për bukuritë natyrore, besoj se. Me thënë drejtën, një këngë lirike, Gjon, mas atyre që ti na the, është e pranueshme dhe është e qetësueshme dhe për ne, sepse gjithmonë ne na ngacmon ai shpirti patriotik, por duhet dhe shpirti melankolik. Pa diskutim. Atëherë, të nderuar teleshikues, vjen përsëri këngëtari Gjon Kosteri, këngëtari më njohur, me një këngë lirike, cilën me shumë kënaqësi dhe pasion i tij që në moshën e fëmirisë do ta dëgjojmë. Atëherë, zëri juaj presin teleshikues të viri në ekranin e televizionit. Faleminderit shumë që më dhatë këtë mundësi. Gezojme, bashkë rrimin nga do të shkojmë. Erdhi vera të gezojme, bashkë rrimin nga do të shkojmë. Bjeshtën alëta të verojme, në një stanë verën të trojmë. Bjeshtën alëta të verojme, në një stanë verën të trojmë. Pushojme, të tanë mrizat ti kërkojmë. Jem hije të pushojme, të tanë mrizat ti kërkojmë. Ku bjen fjellë, ku bjen kumone, ku rrillë ta me lobari njom. Ku bjen fjellë, ku bjen kumone, ku rrillë ta me lobari njom. Ku blegrojnë, tuba vine shkojnë. Dhe në qinë ku blegrojnë, tuba vine shkojnë. Ku qëtë kroni uje bore, ku e prek qedhen me dorë. Ku qëtë kroni uje bore, ku e prek qedhen me dorë. Bylbylat amel knojnë, lullet e qelin e mjall të pikojnë. Ku bylbylat amel knojnë, lullet e qelin e mjall të pikojnë. Ver për verat jetë shkojme, vitet e jetës doja shtojnë. Ver për verat jetë shkojme, vitet e jetës doja shtojnë. Zemra të këndoft ishtin vërtet vargje tamam melankolike, por pasqyrohet hieshia dhe mrekullia atyre bjeshve. Vërtet ishte këngë me motive gjakovare, por të atyre bjeshve ku ti e rrit, dhe këta artistat të cilët e kanë shpirtin e tyre dhe pasqyrojnë këta vlera nëpërmjet këngës të Mfjellvallit. Faleminderit edhe prej jush, kjo ishte një këngë që e përshtata me muzikë orkestrim qytetar, por teksti ishte i motivuar kryesisht për zonat ku jam linë dhe rrit dhe për ata zonat atje.
bashkova dy, integrova tekstin me muzikën e qytetit dhe për mua është këngë e dashur shumë. Ku qelin lulet the dhe bylbylat këndojnë, edhe mjalë të amël pikojnë. Pra, ku ka me melankoli si kjo. Të nderuar teleshikues të ekranit të televizionit Fox News, ju kujtojmë se emisioni Folk në Tradit vjen çdo të mërkurë ora 18:00. Tash të flasësh me një artist duhet shumë kohë. Por minutat e emisionit tonë janë të limituara dhe kam dëshirën, duke ju lënë në shoqërinë e këngëtarit, artistit të mënjohur Gjon Kosteri, ju uroj natën e mirë dhe mirë se vini në emisionin e radhës të titulluar Folk në Tradit, pra të mërkurën ora 18:00. Faleminderit dhe kjoshi e arshi këtu edhe mare mirë shkoft puna, moti dhe jeta. Suksese ju urojnë rrugtimin tuaj artistik, shëndet e jetë dhe sa më shumë këngë, sa më shumë kultivim dhe trashëgim në brezat e ri. Respekte. Këngëtari Gjon Kosteri për ju të nderuar teleshikues. Pushaj për këto male, për këto troje iliriane, për këto kështjeva plot lavdi, jam Shqiponja për liri. Pasha cele, pasha dhe, pasha venin ku kam le, për atë dhe e për flamur, nuk me dhimet gjaku kur. Me këta burra ka thën leka, për këtë toks ta dhine pjeta, fjallë të urta ka hebrejta, shkrun ka nusin liberat të shejta. Amanet nga kalan leka, mos t'i lam troje dhe shkreta, fjallë të urta edhe vërteta, shkrun ka du për sa t'jeri. Kam plagët tu i kullue, djege pjeke vra e pre, mira vjet për ty atë dhe. Pasha zotin që m'ka fal, pasha bukën që m'ma nxal,